Unë jam Eva nga Shqipëria dhe jam rritur në Vlorë dhe kam shkuar në shkollë atje, kur komunizmi u përmbys në vitin 1991. Shumë njerëz mësues anglishteje dhe shumë njerëz të tjerë erdhën në shkollën tonë për të na takuar dhe për të na treguar ç'ndodhte në botë. Disa studentë amerikanë teologjie erdhën në vitin 1992 dhe filluan të na tregonin për çfarë ata besonin. Na treguan për Zotin, na treguan për Jezu Krishtin. Në atë kohë unë isha ateiste, besoja shumë në evolucion dhe besoja që evolucioni nuk ishte nevojë për Zotin për të ndodhur. Këta njerëz më bën përshtypje sepse kishin një marrëdhënie të shkëlqyer midis njëri tjetrit dhe tregonin shumë dashuri, na bën që të ndiheshim shumë mirë. Pas asaj, ata më dhanë një adresë që ishte një organizatë në Amerikë i quajtur World English Institute, që të mësonte anglishtën nëpërmjet historive të Biblës, kështu që unë mësova shumë histori biblike nëpërmjet librave të vegjël që më sillnin nga Amerika. Një vit më vonë, kur unë po mbaroja shkollën e mesme, një grup tjetër amerikanësh që ishin kryesisht mësues të dalë në pension, erdhën në shkollën tonë dhe po na mësuan për Zotin dhe për Jezu Krishtin. Unë gjatë kësaj kohe, midis dy vizitave, unë isha bindur që kishte një Zot, sepse evolucioni nuk mund të shpjegonte gjithë kompleksitetin që shikoja në botë dhe sidomos kompleksitetin e jetës që e mësonim në biologji, por nuk isha e bindur se cilën rrugë duhet të zgjidhja për të njohur Zotin. Një nga këta mësues, një mësues historie i dalë në pension, më mësoi gjithë historinë e Ungjillit të Lukës, por megjithatë unë nuk isha e bindur ende. Një vit më vonë shkova në universitet dhe sikur e harrova këtë udhtim sepse ishin shumë gjëra për të mësuar dhe shumë gjëra po ndryshonin dhe unë harrova të mendoja për Zotin dhe se si mund ta njihja atë. Në vitin e dytë të shkollës së lartë, dy vajza të krishterë me një vajzë amerikane erdhën në dhomën time të konviktit dhe më treguan prap për Jezu Krishtin, ndonse unë u thash që dija shumë gjëra për të. Kështu më ftuan në një takim dhe me që unë më pëlqeja takimet e krishterë, shkova krejt vetëm dhe më takoi një djalë shumë i kpritës, i cili më kërkoi se ku duhet të ulesha. Unë mendova që duhet të ulesha pranë vajzave që më ftuan, por nuk ishte vend afër tyre, kështu që ai më sugjeroi që të ulesha afër një vajze tjetër dhe më premtoi që nuk do të gabohesha dhe nuk do të zhgënjesha nga zgjedhja dhe me të vërtet Zoti kishte menduar për këtë gjë dhe kjo vajzë u bë shoqja ime më e ngushtë. Pas 2 javësh që kisha shkuar në për takime, i thash shoqes time sepse që unë nuk mund ta pranoja Jezu Krishtin, ndonse nuk kisha asnjë lloj pengese intelektuale për ta pranuar atë. Unë nuk mund të provoja që historia e Jezu Krishtit ishte e vërtetë, por nuk mund të provoja intelektualisht që nuk ishte e vërtetë. Dhe e kuptova që duhet të bëja gjithçka nëpërmjet besimit, por unë nuk kisha ende besim për të bërë zgjedhjen e duhur. Shoqja ime, duke qenë se është një njeri që nuk i imponon njerëzit për të pranuar idetë e veta, më shpjegoi shumë qartë që nëse unë besoja në një Zot që do të më thoshte të vërtetën, atëherë duhet t'i lutesha atij që të më tregonte të vërtetën në këtë fazë. Dhe unë e bëra këtë gjë për 2 javë, sa herë që shtriesha për të fjetur, i kërkoja Zotit që të më tregonte të vërtetën rreth vetes së tij. Pas 2 javësh shkova në një takim, që ishte një studim bible, ku mund të shkonin dhe të krishterët, dhe aty dëgjova përsëri për Ungjillin, siç e kisha dëgjuar 100 herë më përpara. Nuk ishte asnjë lloj ndryshimi. Mirë po, kësaj radhe diçka ndodhi, kur takimi mbaroi dhe gjithkusht u ngrit në këmbë për të larguar, unë ndjeva që duhet shkoja tek djali që predikoi dhe t'i kërkoja që duhet të pranoja Jezu Krishtin. Por në të njëjtën kohë, ndërsa këmbët më çonin atje, në kokën time ishte një zë që më thoshte që ky ishte gabimi më i madh që do të bëja në jetën time. Por megjithatë unë shkova te ky djalë, gjë që ishte shumë e vështirë për mua sepse me edukimin që kisha marrë në shtëpi, e kisha shumë të vështirë të komunikoja me djemt të rinj të asaj moshe dhe të kërkoja atyre gjërave. Kështu që ishte shumë e pazakontë për mua që të shkoja tek një djalë dhe të kërkoja atij të më ndihmonte për diçka. Kështu që por unë shkova te ky djalë edhe i kërkova ndihmë që të pranoja Jezu Krishtin.
dhe ai më ndihmoi dhe por ky zë që ishte në kokën time vazhdonte që të më thoshte që ky ishte gabimi më i madh i jetës sime dhe ishte kaq real saqë unë ndonjëherë nuk e dëgjoja shokun tim që po më tregonte si të lutesha për të pranuar Jezu Krishtin. Ky zë pushoi kur unë thash amen dhe një gëzim i madh më pushtoi, gjë që ishte shumë i rrallë për mua, sepse në atë periudhë unë isha njëri shumë i turbulluar. Unë kam vazhduar të rritem në Zotin dhe ai më ka ndryshuar tërësisht dhe unë jam shumë mirënjohëse dhe atij për këtë ndryshim. Prandaj po e regjistroj këtë dëshmi, sepse jam shumë mirënjohëse Zotit dhe dua që shumë njerëz ta kuptojnë sa i mrekullueshëm është Zoti dhe si ai mund të ndryshojë jetën tuaj. Faleminderit. Nëse ju doni të pranoni Jezu Krishtin, mjafton që ta thërisni atë në zemrën tuaj. Në Bibël shkruhet që kushdo që thërret në Zotin është i shpëtuar. Për ta pranuar Jezu Krishtin, mjafton që të pranoni që jeni mëkatar dhe se ju keni nevojë për shpëtimin që ai sjell. Duhet të pendoheni dhe ta pranoni Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj në zemrën tuaj me një lutje shumë të thjeshtë. Nëse keni nevojë për ndihmë për këtë, është shumë mirë që të shkoni në kishat tuaja lokale. Ka kisha lokale kudo në Shqipëri tani edhe ju mund të shkoni në një nga kishat dhe jam e sigurt që të krishterët që shkojnë atje do të jenë të lumtur t'ju ndihmojnë. Edhe nëse ju e pranoni Krishtin me veten tuaj nëpërmjet një lutje të thjeshtë, do t'ju inkurajoja shumë që të shkoni përsëri dhe ta gjeni kishën lokale. Në Bibël thuhet që ne rritemi si një komunitet dhe që ne nuk duhet të harrojmë të mblidhemi bashkë. Kështu që do të rriteni shumë më tepër në jetën tuaj të krishterë nëse ju jeni pjesë e një komuniteti të krishterë dhe komuniteti i krishterë i identifikuar në Bibël është kisha. Ju faleminderit. Amen. Mos harro të mirat për ty që i ka bërë. Duaje Perëndim, duaje Zotin tënd. Mos harro të mirat për ty që i ka bërë. Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, për këtë dha birën e tij. Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, për këtë dha birën e tij. Vjen nga Perëndia, gjitha marrin fund, por mbetet dashuria. sa duam njëri tjetrin, është dhurat nga Perëndia, të gjitha marrin fund, por mbetet dashuria. Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, për këtë dha birën e tij. Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, Perëndi është dashuri, për këtë dha birën e tij. Jam Fatmiri nga Shqipëria, do t'jap një dëshmi rreth besimit tim në Jezu Krishtin, që besoj dhe uroj që çdo shqiptar dhe çdo banor i kësaj toke që të jetë besimtar i Jezu Krishtit dhe që të besojë në Zot, në shpëtimtarin tonë, se kemi mëkatuar dhe vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit mund shpëtohemi. Ta jap me disa fakte reale dhe origjinale që i kam bën me provë unë.
që me një kohë kam qenë anti i krishtjer, anti Jezus, kam qenë besimtar musliman, jam falë në xhami, kam majt Ramazan, deri në vitet e fundit tani, jam lut gjithmonë te Muhameti, gjithmonë, i kam shërbi kësaj feje, dhe me thanë, edhe rastisht kam radhe në Burg, patrat në Maqedoni 3 vjet, kështë i dënuar akoma më shumë, na u shkatru ekonomia, si familje, se na futën në Burg, regjimi Maqedonas kot, dhe me thonë për një vrasje, si s'na përkit kene, unë me vlejt, kur këthim nga atje, vlej madh kish para në mina, babën tim ma këshin vra, disa fshatar atje për një thes mila, zoti e din se nuk e di se si. Vlej madh mas e si ka ranë mina, kish marr hakun, si mënyrë të zotit, zotit thot mos ban hak marrë mirë, po aja kish marr hakun, se ishte njeri bote, nuk donte ose nuk e dinte se kush është Jezusi. Erdha në shpion një shkatrim i madh për familjen kish ndodh. Baba i vrar, vllai ishte në Burg, ekonomia zero, edhe shtëpia u shkatru nga rëshqitjet e dherave masive. Edhe para kësaj kohe kish ardhur Dagun i norvegjez, që quhet Dag, është pastor në Fushkruj, kish pataku plakun tim ose babain tim para se të vritej. Kishin pa bisedu rreth Jezu Krishtit, kish tregu Dagu kush është Jezu Krishti. Baba im fatmirësisht kish pa pranu se kush është, mirë po, ka kalu pak kohë dhe kanë vrar babain tim. Dagu ka ardhur nga Norvegjia për të takuar babain tim edhe për të folë për Jezusin. Mirë po, kanë taku veto familjen tim ati, nanën, motrat dhe nusën time, dhe babain së ne kanë taku se kish vdek në atë kohë. Pyet për babain tim, i tregojnë të shtëpisë këto. E kanë vratan, shumë keq i erdhë, bani ngushëllime. Mirë po kish palon disa libra të krishtjera në shtëpi. Kur u ktheva unë isha në Zapod, në Norgjos, në vendet e Goranëve, duke shetit se ku kishëm zakon, me shoqëri të ndryshme. Erdha takova të familjes në shtëpi, pash libra të krishtjera, edhe i detirova me më tregu se ka kanë ardhur ato se jam musliman dhe nuk bëjnë thash këto libra fare në shtëpinë tonë. Nana ime filloi të më lut, të më përgjërua manër birë, mos ban sherrë andej këti. Hipan dajak masane të gjithë. Ja do më tregojnë thash kush vaka sjellja, ja u grina. Si përfundim motrat me dajak të madh më treguan për hallit të madh. Edhe kam marr pistoletën masane, i kam dalë në rrugë, jam bë bismillahirrahmanirrahim. Te ura e quajtur ure Cernalevës. Tash kur të vinja ai fugon i bardh, fort ishte. Megjithatë norvegjezën do e vras. Ndërsa të tjerë do i hedhin lumë të gjithë. Mas jam përgatit për t'i vrar, dol nga kodra, drejtim meje po vjen fugoni, duke ardhë, në vezë me shtu shpecinë po e nga dalson shpecinë, nga dalsoj dhe në maksimum, edhe unë dalë para kam vetë mija. Unë vend se të bëj që ta vras, unë pa vetë dije, Zotim ka urdhëru, që t'i jap dorën t'i thom bujrëm në shtëpi, init mirë së ardhë zë kur jeni. Pa vetë dije këta, pa kontrol, vetëm Zotim ka kontroluar. Mirë, ai norvegjezin nuk pranoj, ta jo të shkojmë disa ditë fshatra goranëve janë lartë, do shkoj të bëj do predikim ose mos o mbjelli në farë ose në grep ta hedha me zonë peshk. Po mirë. Gjithë një për njerëzit e kështë fjallë me bë besimtar. Mirë tash takona nesër. Kur iku Dagu, bërë kështu, thash më kaloj. Pa e vrarë, thash, u ka armë këtu me veti, pa e vrarë, dhe më vike turp me ikë në shpi, pa bë vrasje. Fillin po më dhim të koka, kishëm vështërsi nga mendja, kam këthit e shpia, dhe më dhanë si demelosur, si qakërdisur, i dobot, i pa fuqishëm, edhe pa krenari, se ishëm me krenarimi një ko, edhe të shpijës më thanë, nana ime tha, atë thashërbirë, thë nuk ashtë mirë, tha me vrato, se janë njërës të zotit, mirë. Nesër të masane, jam taku me Dagun, të ura Kaloshit, e quajtur, ishëm me bashkë me vlajnë tjetër, kishim të armatosëm se ishim me hasëm. Si që duket, frima shenjt, kishte bo punë e vetë, pastori kishë kuptu se kemi diçka, me një vend është i quajtur Nirvana, që është vetëm qielli dukut e djansor të gurit, po është lumi, nuk ka dikush me të pa dëshmitarët e sen.
Dagu hapi kraun edhe tha, në qofse më vritni tha ju këtu, o tham tha Zoti ju bekoft, lavdi Zotit. Vëllezërit e mi tha nga Norvegjia s'marrin hak, gjakmarrje. Na ishte një diçka e jashtëzakonshme për ne ku na përmend atë fjalë, se na nuk i tham gjë se të vrasim. Thërsi e ditë kizë kemi këtë qëllim. Edhe si ka mundësi si nuk friket. Andi diçka. E shkum në Kukës atje, se kishim e taku vllajën te burgu. Tha, a ka mundësi të lutemi, tha, për ju pak. Pa hajt, thash, pasi na solle me fugon lutni. U lutaj për ne, hajt mirë. U duka pak si mirë, po s'ja vona fërde atë veshin. Mirë, vazhdoj kjo punë, patroni vlla në Korrent në Prishtinë vdiq fare, katastrofë mas katastrofe përsëri, shtëpia na ushem, në borra, vetëm shpëtim për fëmin tim ishte për atë fëmin e vogël. Në atë kohë fëmin e kishën 5 ditë, një e tharë se flokësh, që ajo ishte se me fut në qadër, sobën e drumva e diçke qadrën e Leckës, ajo ka shpëtu fëmin tim. E pa prit mas kam hap kot një libër të krishtier, ishte ajo Biblia, që me një varg thuhet, trokitni se du i hapet, lypni se du i jepet. O thash kjo i kushtot Jezu Krishtit, që ka thënë këtë fjalë Jezu Krishti, unë dia kërkoj thash Jezu Krishtit, në qoftë se ana gjallë. O thash da e vëjmë provë. Fakt shkrimi i shenjtë thotë mos e vin provë perëndin tant. Unë e kam vënë në provë, pa Zot fal, ne kam bë kërku falje disa herë dhe disim ka fal mëkatet perëndia. E vuna në provë, thash, në qoftë se mos siguron Jezu Krishti shtëpi, edhe lek për shtëpi, thash, u do bëm besimtar shumë i fuqishëm i Jezu Krishtit. Në rast kundër tash do bëm kriminal kryesor, thash, edhe asnjë fe nuk di për kas më. Edhe që Zoti vazhdova duke lut seriozisht, edhe dol një person si mik, rreth miku e kam, po ai asnjëherë s'kam bënë mohabet si duhet me ta. Edhe kur nuk i kam kërku ndihmë, ai më ofroi shumë konsiderueshme për me ble shtëpinë, me tokë para shtëpie, me tokë në fush, shtëpi shumë e mirë, edhe me i kosta shumë të lirë, si banda avërsisht 5.000 euro, 5.000 diçka euro, dhe më thënë që merren disa pare fal. Nga një person që s'kishëm bë kur mohabet si duhet me ta, edhe asot nuk kam shumë mohabet me ta. Edhe vajt atë shtëpia thash kjo një shenjë e mirë, do të jem një besimtar tani. Mirë po më dëke nga Kuksi përsëri me shku me gjithë familje atje në Lushnjë, se shtëpi, mu ble shtëpi, po s'kishëm para për rrugë. Edhe kam fillu duke i lut. Përsëri te Jezusi, tash mirë Jezusi të provoj kësaj radhe, nëse më siguron lek për rrugë, sigurisht do të besoj prap. Atëherë do të jem i vendosur për ti. Jam lut përsëri ka ardhur njëri nga Maqedonia si kam dhënë në burg me ta, ai ka qenë një më i keq si e komparov gjithmonë. Zot më fal se kam bërë shumë gabime, kam qenë shumë nga dresazhi i madh, edhe ai më pyeti sa parë ta bën për rrugë për Lushnjë. Thash bën 150.000 lekë, thash po. Kam sa dush, s'do shumë i thanu të vërtet. E tha, e di se ke, tha se kur s'ke ngel pa ato. Faktikisht ishte e kundërta se kisha ngel pa ato. Ai e nxori 200 euro, tha, urdhroni kafe ta pini por rrugë, në qoftë se nuk do më aprish mua, tha, merri mos mi kthe. Lavdi Zotit, kjo ishte një diçka mrekullie, pa parë se s'më isha i mit as te ky as taj tjetri. Mi siguroj ishte një diçka domethënë që është i gjallë Jezu Krishti. Mbi gjithato kam përsëri gjithato dëshmi për Jezu Krishtin që i kam kërkuar në vitet vazhdim që jetoj në Lushnjë. Për ushqim, për veshmbathje, më ka ndodhur lloj-lloj gjanash atje që të padëshirueshme nga ana satanike ose nga ana shejtanit, që jam mënuar na shkatru punët tona edhe frymën besimit te Jezu Krishti. Por jam lutur edhe e kam gjetë. E kam gjetë edhe po më gjendet prap deri sot ose deri tani që po flas. Lavdi Zotit, lavdi Jezusit, që më ka frymëzuar, kam shkuar te zona Goranve atje. Kam hedhë rjetën edhe kam zan peshk, do të thotë që kam zan besimtar edhe të Goran. Zoti tha, shkojni në mar botën dhe shpërndani fjalën e shenjtë, tregojni se ka Zot, e na është e vërtet kjo. E gjithashtu, në përbot, kudo në përbot është një pjesë edhe Gorant, që nuk kanë sot një radiostacion të vetin, që ku flitet për Jezu Krishtin, gjuhët vetë, ku nuk kanë dëgjuar edhe nuk kanë shkruar kur në të dëshirën e vetë që kanë pas, prandaj
do lutemi me fuqinë tonë, me forcën tonë, që të veprojë Jezu Krishti përsëri më shumë e djese edhe pjesa goran dhe pjesë e shpëtimit nga ana Perëndis gjithëposhtetshëm. Do i bëjsha thirrje gjithë shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të Malizë, që të lutën një herë ta provojnë, ta bëjnë një provë sigurun. Jezu Krishti, nga gjitha profetë si ishin profetë të tjerë e kanë varezat në tokë, ndërsa Jezu Krishti u ringjall, edhe nuk la asnjë shenjë mbi tokë, edhe ai kam përshtypje se gjitha librat fetare si e thënë këtë gjë, se lindi nga virgjëresha Mari, edhe ishte nga frima e shenjtë e Perëndis. Sigurisht, me që nuk ka varë në tokë, aja është në qiell, sigurisht do të kthehet, sigurisht ashtu shpëtimtar ynë, se mua më përgjigj. Ju ka përgjigj disa njerëzve si ma mendon, e si njohun tani, si janë bë besimtar, kanë shpëtuar një herë e mirë, me gjithë familje, kanë shpëtuar sëmundje, kanë shpëtuar djalin tim, ka të voglin tani, më thanë doktorët, do ta nxjerrë nusja jote, ose djali me nxjerr, me abortu, ose do vdesë nusja. Vesh unë do t'i lutem Jezu Krishtit, nëse thot Jezu Krishti me vdek, gruaja le të vdesë. Me gjithë fëmijë, po unë jam kundër kësaj. Nuk jam unë kundër, pa është Zoti, është Jezusi kundër vdekjes, a e mundi vdekjen. E tash në emër të Jezu Krishtit as gruaja s'do vdesë, as fëmia jo. Në emër të Perëndis gjithëposhtetshëm, fëmia është si bilbil sot në shtëpi, lindi për mrekulli. Prandaj ju lutem vëllezër dhe motra në Krishtin, lutuni sa më shumë që të dëgjojnë fjalën e Perëndis gjithë vatrat shqiptare dhe mos kese asnjë prak, të paktën pa dëgjuar të vërtetën e Jezu Krishtit, të vërtetën e ringjalljes. Aq kisha unë, Zoti bekof, bile kisha dëshirë me bëhen një lutje të vogël. Atim që jenë qiell, u shejtroft emrit, art mbretëria jote, u bë vullnet yt, si në qiell ashtu e në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot. Na fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, për na mbron nga i ligu. Amen. Haleluja. Vullnetin tim e vullnetin tënd të bëj. Më mësoj, ta plotësoj, vullnetin tënd, o Zot, ta dorëzoj, vullnetin tim e vullnetin tënd të bëj. Asgjë më pak, asgjë më shumë, se vullneti yt tek unë. Asgjë më pak, asgjë më shumë, se vullneti yt tek unë. Çfarë më shqetëson, unë Zotit ja tregoj. Kërkoj së pari mbretërinë e Tij, e tjerat ai mi shton. Çfarë më mundon, çfarë më shqetëson, unë Zotit ja tregoj. Kërkoj së pari mbretërinë e Tij, e tjerat ai na shton. Asgjë më pak, asgjë më shumë, se vullneti yt tek unë. Asgjë më pak, asgjë më shumë,
më shumë se vullneti yt e shumë se vullneti